Burgu famkeq i Sfaxhit në Mirdit kalon trauma të mëdha tek ishte burgosurit politik që kanë vuajtur dënimin aty që prej vitit 1967 të mbjetuarit e regjimit famkeq komunist tregojnë tmerret që kanë përjetuar e parë teksa vuanin dënimin për akuza nga më të ndryshmet, por mbi të gjitha për agitacione e propagandë. Zenel Dangu e Angelin Dabërdaku rrëfejnë tmerret e asaj kohe që kanë përjetuar teksa vuanin dënimet e marra nga regjimi Enver Hoxhës. Tmerret e përjetuara janë që nga mungesa e ushqimit, rrahjet në mënyrë barbare dhe varroset në vendet të fshehta të atyre që vdisnin nga tortura. Tu ka fillu me 500, ku kanë ardhur burgosurit me 28 prill të vitit 1968 prej kampit të Elbasanit, që kanë ndërtu veprën për fabrikën e qementës në Elbasan, atëri kanë prunë këtu në burgun e Sfaxhit, ku një vjet përpara përgatit nga të burgosurit ordiner rrethimi dhe të gjitha. Dhe kur kanë ardhur burgosët politik këtu, burgosët ordineri kanë prit me thirrje që ju bëm vorrin të burgosëve politik të inspiruar nga sigurimi i shtetit i asaj kohë. Këtu, në këtë vend, vetë Mehmet Çau, atëherë kryeministri i vendit, ka ardhur dhe ka pa me helikopter këtë vend dhe ka thonë vend strategjik për të burgosur politik. Trajtimi i herë ka qenë njerëzor dhe si rezultat i ushqimit të dopt me margarinë dhe trajtimi njerëzor arriti që më bën dhe revolta. Nuk je organizuar, por revolta u bën duke u dhënë me hangër burgosur margarinë dhe presh porrish të thatë që kishin dhënë kryma. Dhe kjo u bën si rezultat pra revolt ekonomike, jo organizume nga kush, se këtu kanë ditë, ai ka ditë që bëhet në botë, jo që bëhet këtu, mërëna kampit, se kanë pas njerëz se vetë ata, por e përgjithshmja ka kënë, që mas revoltet, tu ka kënë të merri vetë, atër trajtimi, puna detyrume, sklavëruse, nëse s'ke bo normen, ke përfundu në dhomat izolimit i to, që ka shku temperatura minus edhe 22 gradë këtu, që ka fut një këtë gjendje që jamon i tash. Pra që ke nëj, aty birusat kanë kënë një plomë për e toket dhe sporteli ka kënë 20-50 që ka kënë një hapën, ka një dhe bora mërënë. Pa për fatin e mirë këtu, bora nuk ka zjatë shumë, pra se vetë toka e ka konsumu borën, kurse akulli ka nëj 6 muaj. E ke qef të rahnën me të rah, para buket a mos buket, se 3 herë ke detyrim për më rah. Me shkop gomet, me bisht kazmet, me tana mjetët të rrethanore që mund kishte, me grushta, me shirma. Ka pas raste që kanë përfundu edhe një infermeri atje që kanë 24 ditë në infermeri për rrahjes e torturave që i kanë bë atje. Dhe kanë përfundu edhe në spital me ishu urgjentisht në spital në Tiranë. Kena fjetë 54 vetë një dhomë. 2 shek kanë kënë kashtet dhe kashta ka kënë asimilume dhe bame kluhun kret. Atëherë, batanijet kanë kënë metorinat e luftës dytë botnore që i ka lënë Italia, që si janë dash gjatë atëherë, kërë maraj lufta dhe janë përdorë për këto, për burgosurit politik. Pra dhe më thënë, ne jena kënë për me punu punë sklavëruse dhe përfundimisht mu eliminu vetë nga puna, nga ushqimi, po mjaftueshëm, mu eliminu vetë jotë si janë eliminu shumë njerëz. Për agitacion e propagandë. Por, për me thonë, agitacion e propagandë nuk kam bënve se ty shpife të intrigu si e si me eliminu. Agitacioni ka këni kja. Ke vesh këpuc dhe ju pinga qëfa që huj, son ishe veterinar në puk. Ke vunë syze dilit qëfa që huj. Ke një sistem të firme huj e do budaleqe që i Brazili sot qesh, sepse nuk janë të zhërnum absolutisht për këta 30 vjetë me vujtje që ka kalu Brazilion. U dënova 8 vjetë. Bana 7 pa pak se më kapi falja talë të dyshit. Këtu kam punu 7 vjetë në këtë vend që kërimit që është i lam vendi plam e gjak. Dhe këtu kanë kënë rrëth 1400-1500 vetë, nga këta 1500 vetë, 200 vetë ose 150 vetë kanë kënë të komandës. Këtu ka kënë shkatrimi fizik dhe moral. Shkatrimi fizik ka kënë sepse të fuqin pun me punu, e të thrashin, e të mëqin për me ba norma e mi norma. Kurse moral ka kënë sepse disa i kanë lanë me da buken e të privilegjum për me
me spionu edhe me i dalë të shmitar para se mu liru njerëzve të Burgosën. Pra këta ishin personet që na njihshim, i lërishim lërgë, por me gjithate ditën e ridënimit ata t'i sjellshin e të bashin shok i pa kanën me ta persona. Konkretisht, Fatos Tuboja hini me 7 vjet, i futen 12. Sherif Merdani Shkret hini me 8, i futen 13, që s'përmend as nuk din Brazili se çka ka kënë komunizmin në Shqipëni, sepse fati i keqijoni kene që fillimi ke i besu me kush bërtiti ma shumë poshtë në Verogja, shku mas ti, pa ditë se kush është. Poshtë në Verogja, shku mas ti, kur dhe ardhi puna, as një dëtërim ligjor nuk u zbatu. Najnesh. Fillim e marim është vujtje. Është fizike dhe morale. Kishim frikë, përveç që i punoshim, apo më ridenojnë sot ose nese. Për shembull, marim Fatos Toboj, si futen 12, Spartak Gjels, edhe 13, hini me 6. Thash Sherif Merdani, Pavlin Guga, tonë të juri dënu, me një atat Burgosën që ishin mend, pa fe turbit e rrishin një aty. Për shembull, Nikol Plumit i ka deki jati në Burg, vetë në Burg, edhe mund t'i këndal 60 vete dëshmitar. Në Burg me i ridënu. Edhe unë e kishe pas më ridënu, fati që ky në hapi dosjet, edhe pash se kush janë njerëz, një që mund vite në shtëpi për ditë. E më thote më hin për me më kalu vajzën në universitet, kur ardhi punë më kishte lëshuar deklaratën kur e pas saj çarçaf. Një tjetër po kështu. Pra hapja dose ka kënë gjamë madhe edhe që na likuidu një gjallëve. Ma tanë malit me ushtar, i qoshin atje, si me kënë qenj. I gërposhin, s'mund thot i varroshin se i jelshin si me kënë lecka. Janë gjetë edhe janë identifiku personat. Gjetë Gjoni, banori fshatit Spat, që prej 21 vitesh kujdeset për burgun famkeq. A i tregon se dëshmit e dhëna nga ishte burgosurit janë të tmerrshme, ndërsa kujtojnë që kur ishte fëmijë nuk i lejonin t'i afroheshin burgut të Spaqit. Historia këtij burgu, kjo është një ndër burgjet më famkeqe që mund njohë historia. Këta e vendosi këtu regjimi për të shfrytzuar njerëzit, edhe ka qenë elita e shtetit shqiptar. Kanë vujt dënimin. Që janë armiqt popullit që s'du të shikoni, për bile unë kam bë 2 vjet shkollë to. I kam bë këto afër burgut, për bile na thotë mësuesi mos i shikoni ato andaj se janë këshie, janë armiqe. Propagandë, as me shiko, as ka qenë për bile di burgi sigurisë lartë, sepse ishte elita e shtetit të. Nuk e një gjoshin nga jashtë asë gjë, ajo ishte, gjithë shka ishte brenda burgut. Po edhe varrimet e ato u boshin natën. Ne për bile janë aty për te lumit, ne kishë në shkollën këne lumit, për te lumit ishin varrezat, nuk e dish nëse janë varrezat. Ishte ekip, ushtarak që e bote natën. Gjatë viteve, pasaj duke një të ban për kujdesje këtu, ka nërë shumë bashkëvujtës dhe bas historinë të atyre jemi mënu që të krejt një histori për burgun e Spaqit.